të ndarë në disa ngarkesa emocionale. Pra, ajo sportive, shoqërore dhe politike. Aspektin e garës emocionale sportive këtu s'ka asgjë të veçantë. Sepse në çdo ndeshje mund të kesh emocione të tepërta, të cilat mund të ndikojnë pozitivisht dhe negativisht në një ndeshje. Emocionet e tifozisë dhe shoqërore që janë, gjithë duan që ne të fitojmë, gjithë duan që ne të shfaqemi sa më mirë, ndërsa edhe këto janë shumë të pranueshme, janë shumë normale. Aspekti emocional politik pastaj është i dëmshëm. Dhe mendoj që në këto tre emocione, siç e ndava, besoj që emocioni politik në radhë parë shfaqur në Serbi, domethënë me atë ndeshjen e famshme. Ajo ndeshje është dëshmia se sa i dëmshëm është përfshirja e politikës, e emocioneve nacionale në këtë ndeshje. Por, nga aspekti menaxherial, pra mënyra se si e menaxhojmë një ndeshje futbolli, me respektimin 100% protokollit të ndeshjes, neve nuk kemi dështuar ndonjëherë në organizimin e një ndeshje. Jo, nuk e shtroj fare problemin. Jo, në këtë aspekt, nuk e shtroj fare problemin të dështimit. Ky është një fakt domethënës që neve kemi garanci absolute për të organizuar një ndeshje spektakolare në aspektin e organizimin e ndeshjes. Pastaj brenda ndeshjes mundohen shumë gjëra, ndeshja është ndeshje futbolli dhe ka specifikat e saj për sa i përket lojtarëve në fushën e lojës.